Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pse nuk martohesh? Xhibani habit me përgjigjen epike. Reperi i njohur shqiptar Xhibani ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale pas një përgjigje spontane dhe plot humor gjatë një bashkëbisedimi virtual në Instagram. Artistët shqiptar shpesh bëhen objekt pyetjesh rreth jetës private dhe marrëdhënieve sentimentale dhe duket se edhe Xhibani nuk i ka shpëtuar kësaj kurioziteti. Teksa zhvillonte një sesion pyetje-përgjigje me fansat përmes opsionit e Ask Me a Question, një prej ndjekësve e pyeti drejt për drejt: pse nuk martohesh? Besnik stilit të tij të drejt për drejt dhe ironik, reperi vendosi të mos e shmang pyetjen. Përkundrazi, ai u përgjigj me një batutë që u komentua menjëherë në rrjet: nuk martohem se nuk kam lek. Përgjigja e shkurtër por me humor u shpërnda me shpejtësi nga fansat, duke sjellë reagime të shumta dhe komente argëtuese në rrjetet sociale. Me këtë reagim, Xhibani tregoi edhe një herë aftësinë për t'i marrë me sportivitet pyetjet personale dhe për t'i kthyer ato në momente virale. Megjithatë, artisti nuk dha asnjë detaj më shumë për jetën e tij sentimentale, duke lënë ende mister nëse ka apo jo një person të rëndësishëm në jetën e tij. Prej vitesh, Xhibani është një nga emrat më të komentuar të skenës muzikore shqiptare, jo vetëm për projektet artistike, por edhe për karakterin spontan dhe mënyrën autentike të komunikimit me publikun.